në qeveri, cilat digasteri që në një të temë? Janë kemi mbërjet, ju se që dini kemi pasë të kemi parkim. Dhe na parkim që janë prodhur as pozitat, as ndarjet pozicionale, lajmet e bëra publike janë të pavërteta. Pra ato që u shfaqën jo kaq ministri, nuk janë diskutuar në tavolinën diskutuese. Mund të jetë një testim mediatik. Pra mund të jetë pjesë e betejës publike ku një palë e teston një ide. Po nëse ka ndash me testu, është ide e dështuar. Jo, mund të ketë disbalancë përfaqësuese në institucionet e Kosovës. Populli i Kosovës do të jetë sigurt në vërtetë se vetë mund të pranojë asnjë marrëveshje në cilën ne nuk sigurojmë demokraci funksionale në Republikën e Kosovës, ku pozitat kryesore shtetërore nuk i takojnë një parti të vetë. Për çështje tjera, ne nuk kemi folur. Më lejoni që tani të rrisonte e tutje, fillimisht të kalojmë këtë periudhë të organizimit që ka qenë ndoshta për LDK. Nga nesër e tutje të përpiqemi të vazhdojmë diskutimet aty ku kanë mbetur. Prej këtij momenti unë heqjat çështjen e pezullimit të diskutimeve dhe LDK është e hapur diskutojë tutje për institucionet. Nuk kemi rri në asnjë pozitë individuale, ju lutem, keni me kuptim me kohë kur të rri ju luftojmë për gjithë apo ju kam thënë prej fillimit që çështja është individuale, s'është me emra të përveçshëm, është me çështje parimore, fillimisht parimi individual. Na pretendemi me ende. Edhe parimi kryesor është a duhet një parti të gjitha apo jo. Por le të kanë bindje të çfarë tani partisë mund të ketë. Jo, unë s'kam fjalë të këqija për as s'kam